Argumenti kryesor i muslimanëve kundër besueshmërisë së Biblës qëndron në pohimin e tyre të vazhdueshëm se ajo është ndryshuar. Megjithatë, ky pretendim bie poshtë përballë mungesës së provave konkrete. Kur sfidohen të specifikojnë kohën e ndryshimeve të supozuara, ata vazhdimisht dështojnë të ofrojnë një përgjigje bindëse. Për më tepër, ekzistenca e dorëshkrimeve origjinale të cilat kanë arritur deri në ditët tona dhe që datojnë vetëm 25 deri në 30 vjet pas shkrimit më të hershëm, hedh poshtë çdo dyshim të arsyeshëm mbi autenticitetin e tekstit. Për shembull, një dorëshkrim i plotë i Ungjillit sipas Gjonit daton rreth 175 deri në 200 vjet pas Krishtit, që përkthehet në 75 deri në 100 vjet pas shkrimit më të hershëm të këtij Ungjilli. E njëjta vlen edhe për Ungjillin sipas Lukës, me data të ngjashme me ato të Ungjillit të Gjonit. Është e rëndësishme të theksohet se të katërt Ungjillit datojnë të shkruar shumë herët. Ungjilli sipas Markut është shkruar rreth 32 vite pas ringjalljes së Jezus Krishtit, Ungjilli sipas Mateut rreth 37 vite më pas, Ungjilli sipas Lukës rreth 47 vite më pas dhe Ungjilli sipas Gjonit rreth 57 vite pas ringjalljes së Krishtit. Ky fakt është vendimtar, sepse të gjithë këta ungjij u shkruan ndërkohë që dëshmitarët okular të ngjarjeve ishin ende të gjallë dhe mund të vërtetonin saktësinë e shkrimeve. Prandaj, argumenti i ndryshimit të Biblës është i pabazuar dhe bie në kundërshtim me provat historike. Në vijim, do të shqyrtojmë se çfarë ofrojnë shkrimet islame në lidhje me këtë çështje. Në surën El Ankebut, surën 29 në vargun 46, Kurani i urdhëron muslimanëve që t'u thonë të krishterëve: Ne i besuam asaj që na zbriti neve dhe që u zbriti juve, dhe Zoti ynë dhe Zoti juaj është një, dhe ne i jemi dorëzuar atij. Pra këtu shohim se gjatë kohës së Muhamedit, thuhet se muslimanët besonin në shpalljet që u ishin zbritur izraelitëve dhe të krishterëve. Megjithatë, shumë muslimanë shprehin një qëndrim të ndryshëm ndaj të krishterëve. Ata argumentojnë se nuk besojnë në Biblën e të krishterëve, duke pretenduar se ajo është ndryshuar dhe se Zoti i tyre nuk është i njëjtë me Zotin e muslimanëve. Kështu, ata bien në kundërshtim me vetë Kuranin. Sipas Biblës, Perëndia është trinitet, një në natyrë ose esencë, por tre fizikisht: Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Biri hyri në krijim si Jezusi nga Nazareti. Jezusi vdiq në kryq për shpëtimin e njeriut dhe më pas u ringjall prej të vdekurve. Kurani i mohon këto ngjarje. Prandaj, një musliman nuk mund të pohojë se beson në Bibël ose se Allahu dhe Zoti i Biblës janë i njëjti Zot. Muslimanët duhet të mohojnë Biblën, sepse ajo bie ndesh me Kuranin. Mirë po këtu shfaqet një problem tjetër për muslimanët. Kurani deklaron se Tevrati dhe Ungjilli u shpallën nga Allahu. Në surën Ali Imran, surja 3, vargjet 3 dhe 4, lexojmë: Ai ta zbret ty librin me argument që është vërtetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Injilin udhërrëfim për njerëz. E zbriti dhe Furkanin. Nga ky citim konstatohet se Allahu shpalli Tevratin dhe Ungjilin si udhërrëfyes. Megjithatë, sipas interpretimit të muslimanëve të sotëm, del se Allahu nuk ishte në gjendje të mbronte këto dy shpallje nga ndryshimet e supozuara të kryera nga njerëzit. Në kontrast me këtë, në Kuran gjendet gjithashtu pohimi se askush nuk ka fuqi të ndryshojë fjalët e Allahut. Në surën El Kehf, surja 18, vargu 27, thuhet: Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Nuk ka kush që mund të ndryshojë fjalët e tij dhe pos ti nuk mund të gjesh strehim. Ky varg shprehimisht deklaron pamundësinë e ndryshimit të fjalëve të Allahut. Duke marrë parasysh se Tevrati dhe Ungjilli, siç dëshmohet nga vetë Kurani, janë fjalë të Allahut, rrjedhimisht askush nuk ka aftësi të ndryshojë ato. Pavarësisht se Allahu thot qartë që askush nuk mund të ndryshojë fjalën e tij, shumë musliman pohojnë që Ungjilli është ndryshuar duke kundërshtuar përsëri haptazi Kuranin. Dhe nëse Ungjilli do të ishte ndryshuar, pyesim veten pse Kurani thotë se të krishterët e kanë akoma Ungjillin gjatë kohës së Muhamedit. Në surën El Araf, në surën 7 në vargun 157 lexojmë: Që pranojnë të dërguarin arab, të cilin e gjejnë të cilësuar të ata në Tevrat dhe në Injil. Nëse Ungjilli dhe Tora do të ishin të ndryshuar, si mundet që të krishterët të gjenin Muhamedin të përmendur aty? Mos thot Allahu se e gjejmë Muhamedin të përmendur në shkrimet tona të ndryshuara? Por bazuar në shkrimet që ne kemi, për Muhamedin nuk gjejmë asnjë të dhënë me përjashtim të një paralajmërimi të përgjithshëm për profet të rrem që vinë dhe i largojnë njerëzit nga Ungjilli. Por edhe nëse e gjejmë Muhamedin të përmendur në shkrimet tona, nga do ta dinim se kjo nuk është një nga pjesët e ndryshuara. Përderisa shkrimet tona kundërshtojnë Islamin, pse duhet t'i drejtohet atyre Allahu për të vërtetuar Islamin? Por Allahu e vazhdon edhe më te idenë se Ungjilli nuk është ndryshuar, duke i urdhëruar të krishterët që të gjykojnë bazuar në Ungjill. Në surën El Maide, në surën 5 në vargjet 46 dhe 47 lexojmë: Ne vazhduam gjurmët e tyre me Isain, birin e Merjemes, vërtetuesi i Tevratit që kishin marrë më parë.
Ati i dham Injilin, që është udhëzimi drejt dhe dritë, që është vërtetues i Tevratit që kishin më parë, që ishte udhëzues e këshillues për të devotshmit, që hidhtarët e Injilit të gjykojnë sipas asaj që Allahu e zbriti në të. E kush nuk gjykon sipas asaj që Allahu e zbriti, të tillët janë mëkatar të dalë jashtë rrugës së Zotit. Në këto dy vargje vëmë re se Allahu i referohet Ungjillit në kohën e tashme kur thotë, i dham Injilin, që është udhëzimi i drejtë dhe dritë. As përse largu nuk duket sikur ka ndonjë të dhënë se Ungjilli është ndryshuar. Mëtej vazhdon duke i urdhëruar të krishterët që të gjykojnë me anë të Ungjillit ose në të kundërt janë mëkatar të dalë nga rruga e Zotit. Por i vetmi Ungjill që ne kemi kundërshton Islamin. Pra duke ju bindur urdhërimit të Allahut që të gjykojmë sipas Ungjillit, nxjerrim përfundimin se Islami është i pavërtetë. Dhe Allahu vazhdon në të njëjtën linjë në vargun 68 të kësaj sure. Thuaj, o hidhtar të librit, ju nuk jeni asgjë derisa të mos zbatoni Tevratin, Injilin dhe atë që ju zbriti nga Zoti juaj. Pse do të na thoshte Allahu që nuk jemi asgjë nëse nuk qëndrojmë te një libër i ndryshuar? Nëse Ungjilli është ndryshuar, a nuk duhet të na thoshte Allahu që të mos e lexonim dhe të mos bazoheshim në të, por të bazoheshim vetëm tek Kurani? Pra Kurani pohon qartë se Ungjilli ka autoritet të plot për të krishterët, dhe kjo vetëm ka kuptim nëse autori i Kuranit besonte që të krishterët kanë fjalën e Zotit. Gjithashtu në vargun 43 të surës El Maide, të surës 5 lexojmë: E si të kërkojnë ata gjykimin tënë, kur ata kanë Tevratin, në të cilin është vendimi i Allahut, e pastaj ata refuzojnë më vonë? Edhe këtu shohim qartë se Tevrati është i pandryshuar dhe autoritar. Në vazhdim shohim se Ungjilli nuk ishte thjesht autoritar për të krishterët, por kishte autoritet dhe mbi vetë Muhamedin dhe si rrjedhoi dhe për të gjithë muslimanët. Bazuar në shkrimet islame mësojmë se një ditë Muhamedi filloi të kishte dyshime rreth shpalljeve që bënte dhe si përgjigje ndaj këtyre dyshimeve Allahu e urdhëron Muhamedin të shkojë tek njerëzit e librit, hebrejnë dhe të krishterët, që të konfirmonte shpalljet që jepte. Në surën Janus, në surën 10 në vargun 94 lexojmë: Pra nëse je në dyshim për këtë që të zbritëm ty, atëherë pyeti ata që lexojnë librin para teje. Ty të erdhi nga Zoti yt e vërteta, pra mos u bë prej atyre që dyshojnë. Gjithashtu do të shikojmë dhe një hadith nga Tirmidhi, ku Muhamedi konfirmon se Bibla është autoritare dhe e besueshme në kohën e tij. Në hadithin me numër 2653 lexojmë: Tregon Xhubeir bin Nufeir nga Ebu ad-Darda i cili tha: Ne ishim me profetin kur ai ngriti shikimin drejt qiellit, pastaj tha: Kjo është koha kur dituria duhet të merret njerëzve, derisa ajo që mbetet prej saj të mos ketë vlerë të madhe. Kështu që Ziyad bin Labid el-Ansari tha: Si do të na merret ajo ndërsa ne e lexojmë Kuranin? Për Allahun, ne e lexojmë atë dhe gratë dhe fëmijët tanë e lexojnë atë. Ai tha: Mbeç pa nën o Ziyad. Unë të konsideroja si një nga fukahat e banorëve të Medinës. Tevrati dhe Injili janë me izraelitët dhe të krishterët, por çfarë dobi kanë ata prej tyre? Pra shohim se qartësisht Muhamedi thotë se Tevrati dhe Ungjilli janë të pandryshuar në kohën e tij. Nëse Tevrati dhe Ungjilli do të ishin të ndryshuar, nuk do të kishte asnjë kuptim që Muhamedi të thoshte: Tevrati dhe Injili janë me izraelitët dhe të krishterët, por çfarë dobi kanë ata prej tyre? Edhe pse Allahu dhe Muhamedi në mënyrë të vazhdueshme thonë se Tevrati dhe Ungjilli nuk kanë ndryshuar, muslimanët sot pretendojnë se Kurani gjykon mbi Biblën. Dhe me qenë se Bibla kundërshton Kuranin, muslimanët supozojnë që Bibla duhet të mos pranohet si e besueshme. Por bazuar në Kuran dhe po ashtu dhe në hadithe është plotësisht e kundërta. Bibla gjykon Kuranin dhe vetë Muhamedi mund t'i konfirmonte shpalljet e tij vetëm duke kërkuar nëse ato përputheshin me shkrimet e njerëzve të librit. Përderisa Muhamedi vazhdoi të predikonte Islamin, me sa duket nuk e mori këtë gjë asnjëherë shumë seriozisht. Nëse ai do të shkonte tek njerëzit e librit që të kërkonte konfirmim, ai do të ishte i detyruar që të hidhte poshtë Kuranin, sepse Kurani i drejton muslimanët në një dilemë të pashmangshme. Ose të krishterët i kanë fjalët e frymëzuara, të ruajtura dhe autoritare të Zotit ose jo. Kemi vetëm këto dy mundësi. Nëse ne kemi fjalën e frymëzuar, të ruajtur dhe autoritare të Zotit, Islami është i pavërtetë sepse Islami kundërshton atë që ne kemi. Nëse ne nuk e kemi fjalën e frymëzuar, të ruajtur dhe autoritare të Zotit, Islami është i pavërtetë sepse Kurani konfirmon frymëzimin, ruajtjen dhe autoritetin e librit ton. Sido që të jetë Islami rezulton i pavërtetë. Duke konfirmuar shkrimet të cilat kundërshtojnë thelbin e mësimeve të Islamit, Islami veç katërohet. Për këtë arsye u bëjmë thirrje të gjithë muslimanëve që t'i drejtohen krishtërimit, të vetmit besim i cili bazohet në fakte historike dhe në fakte arkeologjike, për të cilin dëshmojnë të gjithë, madje dhe ata që e kundërshtojnë dhe që shpikin gënjeshtra nga më të ndryshme, dhe të ndjekin të vetmen rrugë shpëtimi, Jezus Krishtin.